Selamu alaikum, jemi në podcastin e radhës. Shpresoj të keni pas një agjerim të mirë, edhe shpresojmë që dhe dita e sotme të jetë një ditë me agjerim të lehtë dhe të pranuar tek Allahu. Selamu alaikum bis. Aleikum salam. E kemi lënë tek surja Jusuf, e kemi lënë në momentin kur mbreti thot, sill me në atë do ta marr pranë vetes. Pra dalje nga burgu. Po, domethënë e para është i thot pa i njoft Jusufin në thellësi, vetëm për komendit e ëndrave thot ma sillni, Jusufi nuk planoi që të dalë. E thamë ne dje që nuk doli për shkak se nuk do të dilte nga burgu se ka komentuar ëndrat, po do të dilte nga burgu se është i pafajshëm. Ai ishte pejgamberi i Allahut, nuk mund të njelte pejgamberi i Allahut me njëll. Edhe i thot le ta gjykoj mbreti çështjen time, pse jam burg, le t'i mbledhi ato gratë të cilat i pren duart e tyre edhe u dhan ndaj meje, pastaj le ta vendosi ai. Dhe ajeti që vijon i thot mbreti i mbledh të gjithë ato që i bën intrigën Jusufit alayhis salam, dhe i thot si ishte çështja kur ju e joshët Jusufin dhe deshët ta vendosin atë në një rrugë të hishme. Gjitha gratë thot, ato që ishin më të papërfshime se sa Zulejha, thanë ne nuk dim, hasha lillah, Zot na ruaj, ne nuk dim për të ndonjë të keqe. Dhe këtu Zulejha, se ishte thirr gjyq përpara mbretit, doli dhe pranoi të vërtetën më në fund. Tha sot është dita e të vërtetës, unë thotë dëshirova Jusufin, kurse ai u tregu shumë i ndershëm. Dhe mbretit i bëri diçka përshtypje. Ky njeri nuk qen ka vetëm ai i cili komenton ëndrat, po ky njeri që ka dhe shumë i ndershëm. Mash. Zulejha një, edhe gjithë gratë e ministrave apo vajzat e tyre, pasëndash ta joshin të afrojnë në një rrugë jo të mirë, dhe ky njeri nuk pas ka pranuar. Dhe pastaj filloi të interesohet më shumë për Jusufin, pasi mbaroi gjyqi dhe i thoshin vetëm fjalë të mira. Zulejha i thotë fjalë të mira, ministri i thotë fjalë të mira. Njerëzit kudo që e kishin njohur Jusufin, shpreshin atë respektin që ne kemi thënë. O i thoshin o ti sinqerti ose ti shumë njeri i mirë. Herën e parë, me herën e dytë ka një dallim. Herën e parë kur tha ma sillni Jusufin, tha vetëm ma sillni këtu. Kurse herën e dytë mbasi mbaroi gjyqi dhe e njohu më mirë se kush ishte Jusufi alayhis salam, tha astakhlisu li nafsi, e du tani veçanërisht vetëm për veten time. Pra, nëse të kishte ardhur vetëm fillim për komentues ëndra do ishte si tjerët. Rri atje, merri rrogë edhe kur të shohë ëndrën. Tani vjen në një pozitë tjetër. Kurse tani erdhi në një pozicion tjetër, se ky njeri nuk qen ka vetëm komentues i ëndrave, ky që ka njëri shumë i ndershëm, shumë me amanet. Një nga problemet që kanë drejtuesit e mbretërit është që nuk arrin dot ta kuptosh kush është servil dhe kush është i sinqert në punën që po bën. Po, në ekipin që ndërton. Ekipin që ndërton. Ai që është i sinqert, ai të ndihmon. Kurse ai që është servil, ai sot e ke, nesër nuk e ke. Ti nesër mos ti jesh më me pushtet. Dhe ai njeri të shet. Prandaj dhe mbreti me zor kishte njerëz që mund të ishin besnik. Dhe tani po dilten sipërfaqe pejgamberi i madh i Allahut. Dhe ne tham që këtu tani fillon ngrehet niveli i Jusufit alayhis salam, flitet Jusufi dhe mbreti, nuk ka më. Po. Jo s'ka gjë. Jo, më thuaj, s'ka. Jo, se ta bëjmë bashkëbisedim. Jo, do të thënë ishte ideja se me një moment desha me thonë kur the Jusufi dhe mbreti gjithmonë më shkon vendje ke vëllezërit. Po të ishin fshat. Vazhdojnë ato atje. Fshat, po nuk do fshati s'ka asgjë. Biles fshati ka disa të mira që si ka qyteti. Pamja, gjelbrimi, krijimet e Zotit, bimët që mbijnë, frutat që mbijnë. Ka argumente pafund. Sepse në fshat ishte edhe Jakubi alayhis salam. Jakubi alayhis salam vetëm ngrihej, kurse vëllezërit vetëm binin. Jakubi alayhis salam ngrihej nëpërmjet durimit. Devotshmërisë, durimit. Ai e kishte humbur deri diku shpresën. Tani të themi gjë të bukur, që e thënë dietarët e Islamit. Ne themi që baba i Jusufit është Jakubi. A themi kështu? Po. Asnjëherë s'është përmendur në këtë sure. Me emër pejgamberi i Jakub asnjëherë s'përmendet. La. A i dim pse? Jo. Sepse ka dash Zoti me në tregu për një cilësi, për një emër të madh që ne shpesh herë në mbledhsojmë,
që shpesh herë zemra e tij është si zemra e nënës. Për kujdesi i tij, megjithëse ai e mban brenda, ai sakrifikon gjithë jetën në këtë emër që ka mbartë. A di si përmendet pejgamberi Jakub në surën Jusuf? Vetëm me cilësinë baba. Subhanallah. Ne shpesh herë harrojmë. Nëna ka vlera të jashtëzakonshme, por nuk e ka përmend një herë me emër në sure tjera, po në këtë sure nuk e ka përmend kur ju ka referuar atij. Dhe kur ka bërë dialogjet me fëmijët, gjithmonë ato i thojnë baba, baba, edhe për ëndrrën. Kur Jusufi i tha babait ti, se mund thoshte kur Jusufi i tha pejgamberit Allahut Jakubit, Zoti ka potencu fuqishëm një njeri të madh në jetën e kësaj bote, që është babai. Është emër i cili ka amanet mbart male dhe kodra në shpinën e tij për të rrit familjen, për të respektuar bashkëshorten. Biles në kohën që bëhet baba, në atë kohë edhe prindrit janë shku në moshë thyer. Dhe ky personazh i madh që quhet baba, tashmë është bërë me fëmijë, po ka dhe amanet në prindërve. Se fëmijët janë të vegjël, kanë nevojë për këtë, prindrit kanë nevojë për këtë, nusja ka nevojë për respektin dhe ngrohtësinë e tij. Dhe këtë ka dashur të potencojë Zoti që nuk e përmend me emrin Jakub, po e përmend si baba. Dhe Jakubi alayhis salam çfarë po bënte në këtë kohë? Mendja dhe mërzitja ishte për Jusufin. Fëmijët që kishte, që e hodhën Jusufin pus dhe e mashtruan dhe e gënjyn, në fakt një bab tjetër do i largonte, nuk i ka largu. Ja ashtu duke e mbajt brenda hidhërimin i ka afru, se ka pas i qëllim, prandaj shifet si personazh, si baba, pejgamber po si, domethënë na jep mësim Zoti si do të jetë një baba kur fëmijët nuk i kanë rregull. Asnjëherë se mund t'i prezente, mund t'i largonte, mund mos t'i jepte asgjë, mund mos t'i ushqente, mund t'i lente në vetmi, jo. I ka mbajt fëmijët vetëm me një qëllim, që do e përmendim në fund çfarë ka thonë kur ka qenë duke vdek Jakubi alayhis salam. Ka dashje fëmijët, megjithëse janë në rrugë të shtrembur, megjithëse i sollën një hall kaq të madh me Jusufin, prap i ka mbajt afër. Nuk i ka mbajt hatër, nuk është se si ka fol. Gjithmonë i këshillonte, por çfarë mund të di gjë tjetër, se tani po kapim dy panoramat. Tani giganti i madh i pejgamberllëkut ishte me mbretin, giganti tjetër i pejgamberllëkut atje nga që ke fëmia si ishte kultivuar akoma. Ai gjatë gjithë kohës mblidhte niprit dhe mbesat. Shive, ka gjithmonë i rrugë dhe i mbrithte dhe i fliste atyre për Ibrahimin alayhis salam, për Ishakun, babain e vet, i fliste për pejgamberët e tjerë, i fliste për Zotin. Pra, gjente gjithmonë rrugë, fëmijët s'po ndalin ashtu siç duhet, po inshallah do dalin fëmijët e fëmijëve. Shive, babai dhe gjyshin këtë rast, gjithmonë pejgamberët vëlla, nga që Zoti i ka mundsuar me pa xhenetin, nga që Zoti i ka mundsuar me pa shenja të mëdha të Zotit, gjithmonë nuk kanë qenë si ne. Nuk kanë nxjerrë inat. Ne po shohim për shembull se surja quhet Jusuf, personazhi kryesor është Jusufi alayhis salam, dhe ne bashkë jam dakord këto 2 ditë që e kemi trajtuar që a është njeri apo jo. Cilësi shumë të larta. Pas bëhen ato. Dhe tani i vjen koha që ato rishin fshat, kurse ky me mbretin e madh. Ma sillni thot të ta veçoj për veten time. Allah. Dhe do të më testu, kuptohet. Dhe tani kur do Zoti, si tham ne, mos harrof vetëm i madhi Zot. Kur do Zoti vëlla, nga burgu do të parën e botës. Kur do Zoti, nga i vështirësia e madhe të nxjerr në shlirim që ti nuk e ke menduar ndonjëherë. Musa alayhis salam vëlla, thonë dietarë që sa e bukur është kjo. Lumsi ai që e kupton. Zoti i gjithësisë çdo gjë që imagjinon. Dhe çdo gjë të mrekullueshme që se nuk e imagjinon mund të të vijë prej atij. Argumenti më i madh është Musa alayhis salam. Niset vëlla me familjen për shku për taku familjen e vet. Shef një zjarr, ai ishte dritë e Allahut Madhnushëm. Shkoi, humbi rrugën dhe shkoi për të gjetë një person me e pyet nga është rruga, ose shkoi për të ndezur një gacë zjarri për të gjetë rrugën sepse u bë errësirë e madhe dhe hëna humbi nga ret. Shkoi për të gjetë një person që ta udhëzonte dhe i foli Zotit gjithësisë. Dietarët kanë thonë që me Zotin mund ndodhi çdo gjë mbas kësaj që ka ndodhur. Kishte iden Musa se po i folte Allahu Madhnushëm. Kishte iden Jusufi alayhis salam që nga burgu kur e harron gjithë dhe ai shoku ngusht
dhe u bënte i pari botës, ma. Po kanë diti diçka. Me jetë të kjo e zbirë fejnë Allah la yudiu ajral muhsinin. Kush është i devotshëm dhe duron, Zoti si harron kur njerëzit e mirë. Këta e kanë pas postulat. Dhe nga burgu lajmëron çon njerëzit mbreti, shkon në zonë në suitën e tij të madhe mbretërore, rregullohet me respekt se po priste për taku Jusufin alayhis salam. Jusufin e marrin, e bin pallatin mbretëror, e veshin, e rregullojnë, e parfumosin. Dy gjëra si dinte akoma mbreti për pejgamberin e madh Jusufin. E di kush ishin? Një bukuria shndritse, se kështë i denaj. Ai të thotë ka një që din me komentuandra dhe që ka i ndershëm. Dhe e dyta, që ne kemi potencu gjatë gjithë ti podcasti, se dinte sa i dishëm është. A tham që me dije ecën këtë botë dhe dietarë dhe njerëz e dishëm do shkojnë në xhenet? Dhe e veshin bukur, e parfumosin, e rregullojnë, dhe në vendin më të madh që rinte mbreti, e shoqëronin tani suita, e shoqëronin shumë njerëz, pra shërbëtorët e gjithë, se ishte takim i madh. Mbretin s'kishe shanse ta takoje. Dhe tregohet në komentet e Kuranit, mbreti pa e priste ishte ulë në fron, dhe Jusufi a.s. ishte tek dera, që u hapte dera madhe dhe takojshte mbretin. Ëndra më e madhe e paralizueshme për shumicën e botës. Fix. Po më të madhi Zot s'ka mbret. Dhe e kapën emocionet. Se tani e ke parasysh, njeri ishte. Për ne po themin e si arriti ky njeri me këto cilësi të mrekullueshme, që a mund t'i bëjë njeri themin e. Dhe u emocionu. Pastaj direkte pejgamber tha Jusuf me veten e tij, Jusuf tha, ky mbret edhe pak kohë do vdes. Ti beson sundusin e madh të gjithësisë që nuk vdes kurrë. Kullu men alejha fan, çdo krijesë do të zhduket, o yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, do të ngelet vetëm Zoti yt i lartësuar dhe i madhëruar. Këshilloi vetveten. Këshilloi dhe mori një frymëzim. Thoin kur është hap dera, sikur hyri i drita, i nuk e dinte që është aq i bukur. I kishin thënë që është i pashëm, po kur me imagjinu që Jusufi alayhis salam kishte gjysmën e bukurisë së kësaj bote. Dhe thojnë, kur ka hy Jusufi alayhis salam, ai se ka mbajt vetë shkret kom nga respekti dhe si i porul ka shku vetë ta takoj. Se i bëri, do të kishte krijuar respekt për komentit të ëndrës, kishte krijuar respekt nga morali, po kur e pa edhe në pamjen që ishte aq i bukur, i bëri shumë përshtypje dhe nuk e frenoi ai veten. Pra, nëse fillim kishte emocione Jusufi dhe e përmlodhi veten, ai s'po e mbante dot veten. Dhe janë çudit gjithë e ka marr edhe e ka ulur aty ku ishte vet. La. Felemma, thot Zotin Kur'an, felemma kellemahu. Dhe kur ai bisedoi me Jusufin, kaq ka thonë, ku jemi ke uslubi Kur'anit, ke metoda, po të tha i madhi Zot që aty ato folën, imagjino çfarë dush që kanë folë. Dush, e mbuloi atë që e mbuloi. E mbuloi sidretun ai që e mbuloi, i shpalli robi ti atë që i shpalli. Atë që i shpalli. Pa fund. Dhe thonë që mbreti ka qenë shumë i dishëm. I ka ditë 7 gjuhë. 7 gjuhë të huaja. Ato gjuhë të huaja i ka ditë dhe Jusufi. Po Jusufi kishte edhe gjuhën e ande nga kishte ardhur, i ditë 8. Dhe aty një hap para. Dhe aty i hap para dhe kur ka filluar biseda, si tham ne, urit në shtëpinë e ministrit, pra kishte dije nga ekonomia, kishte dije nga shkencat ndryshme, kishte dije që e kishte forcuar Zoti, thot të pejgamberllokut që kjo të ngre lart shumë, dhe mbreti mirë shumë i bukur një që më mallëngjeu dhe dritë e bukur plus sinqeriteti aty plus morali aty plus turpi që kishte plus sedra që kishte plus sinqeriteti se këto mdidhen ti shih për shembull ule televizorin kur shefi kriminal s'ka nevojë të ngjosh atë që po jep lajmet që është kriminal që nga fytyra ai të trem. Njeriu sipas veprave që ka ashtu i merr formë dhe fytyra e tij. Dhe filluan të bisedojnë. Kur biseduan, Jusufi alayhis salam ju përgjigjte atij në të gjitha gjuhët që ai i përdori. Sa i donte me testu. Dhe Jusufi alayhis salam i shtoi dhe gjuhën e 8. Pra po flitshin, edhe kur doli nga jesie, i tregoi nga është dhe pak i përdori gjuhën, se ishte gjuha e nanës vet. Dhe ai i tha, ti o Jusuf sot je tek ne mekinun emin.
ti tek ne je pozitën që e don dhe je besnik dhe i sigurt. Kështu i ka thënë. Jusufi a.s. tani kishte i merak, imagjino ç'a vizionari ka qenë dhe imagjino që atë kudo që ta dërgoje edhe në burg ai vizionin se kishte për muret e burgut. Vizioni i tij ishte ç'a duaje kur e kemi filluar historinë, ç'a lutje bënte Jakubi a.s. O Zot, boje një nga fëmijët Pejgamber që ta shpërndaj Islamin në botë. udhëzoi njerëzimin. A ishte lutje nga fshati pra, s'ka logjika, është kështu. Po kur pranon Zoti lutjet, luj qiell dhe tokë. Dhe Jusufi a.s. ishte edukuar me këtë frymë. Dhe i thot vet mbretit. Kur i tha ai që ke pozitën që do çfarë dëshiron se un kam nevojë për njerëz si ty, tha un atëherë më le të drejtoj, të menaxhoj depot, të cilat duhet i mbushim ato me ushqim për 7 vitet e vështira që do vinë. Inni hafidhun alim. Ka thonë, unë shumë e ruaj amanetin, i di shumë jam. A lejohet me Islam të kërkosh të... Vetëm në raste si Jusufi a.s. Kur ka i situatë alarmante, edhe kur ti je i bindur që nuk ke pasion dhe ves, nuk po e bën për pushtet, po e bën për të mirën e shoqërisë. Vetëm këto raste lejohet. Kurse me qenë i pasionuar mas pushtetit, le ta dish që Zoti do të lejë të mbështetesh ke vetja jote dhe pushteti është rrezikshmëri e madhe. Por në rastin e Jusufit ishte rast specifik. Ai donte me drejtu me drejtësi depot, se depot do kishte ushqimin që të ushqeheshin gjithë bota, e cila ishte kaplu nga ajo që do vinte që e kishte pa mbretin ëndër. Dhe mbreti nga respekti që krijoi, dia po, bukuria po, komenti ëndrave po, i ndershëm dhe i moralshëm po, e run amanetin po, dije për të gjitha fushat po, e ka hequr unazën e vet nga dora. Unaza e pushtetit është ngret në këmbë, janë ngret gjithë pasaj kush hyrin atë mezhlis me ministra me gjithë, dhe ja ka vendosur Jusufit a.s. E po ta shohësh, ka thonë një gjë që du ta potencoj, thotë wa kedhalika makanna li Yusuf, kur ja vendosi unazën dhe i tha ti je unë dhe unë jam ti, Zoti potencon ajetin, thotë, dhe ne kështu i dham Jusufit pozitë të lartë. Ishte i soj me mbretin tani. Që sa bukur, pozitë të lartë aty ku dëshironte. Pra u bë i pari i botës dhe bënte çfarë dëshironte, ne e pajisim me të mira tona atë që duam, dhe ne çfarë tham, nuk u humbim shpërblimin njerëzve të mirë. U bë i pari i botës? Pa vlerë është. Si pa vlerë, po tani, po, se shiva ajetin tjetër. Ka thonë, po shpërblimi i botës. Shive Kurani që s'le me gabu. Ja u bën i pari i botës. Ja, të bëj pyetje unë ty. U bë Jusufi i pari i botës? Ku është tani? Ku është Jusufi? A është më i pari i botës? Ja. Si tani ajeti tjetër. Thot, po shpërblimi i botës tjetër. Ja. Balancë e frikshme. Balanca dhe realiteti. S'ka balancë në ekuilibër kjo botë me botën tjetër, bota tjetër është e përjetshme, bota tjetër je me Zotin gjithmonë në xhenet. Ka thonë, por shpërblimi i botës tjetër gjithsesi është shumë më i mirë për ata që besuan, ishin të devotshëm dhe urojtën. Pra shive ti dallosh me ta dhënë Zoti gjithë botën në dorë, mos u gënje. Se nuk duhesh me këtë botë të vockël të humbësh atë që është e përjetshme dhe shumë më e madhe. Në xhenet vllaim, çdo njeri do të jetë mbret. Më i fundit në xhenet do t'i ketë 10 dynja si kjo. Çka kishte Jusufi Egjiptin edhe shtetet që ishin përreth saj. Më i fundit në xhenet do t'i ketë 10 si kjo. Po Jusufi a.s. një nga pejgamberët mendoi, çfarë shpërblimi ka në xhenetet e përjetshme. Prandaj Zoti, ky është libri i Zotit, nuk ka mundësi. Balancë e frikshme. Po balancë dhe orientim, se ti për shembull ndezo, o inshallah po bëjmë si Jusufi me pushtet. O zotëri. Po. Nuk bëhen gjithë si Jusufi se s'ka nevojë, po të gjithë mund bëhen fitues të xhenetit të përjetshëm. Dhe i dham atij thot mundësi të lëvizi ku dëshiroj dhe të bëjë çfarë dëshiroj, mbreti ishte ai ishte si mbreti, nuk i thoshte njeri me a kthy fjalën aq pushtet të madh i dha sundusi i madh i gjithësisë. Kaloi, ishte, ai di ku e mori famën më të madhe? 7 vjet, çfarë ndodhi? Begati? Po, dhe u bën magazina shumë. Njerëzit ju thanë hani pak më pak që të kemi kur të vim, po kishte shumë dyshues. Thonin,
Po me ëndra do ecim se jeta po e njëjtë është siç ka rob sot që kundërshtojnë normal, edhe atëherë ka pas. Dhe i thonin, çonin lavë dhe ke mrejtje kështu, ore, si mund bazohemi ke ëndër, se s'po hajmë ushqim siç duhet, po magazinojmë ushqimin pa lidhje. Mos nuk është e vërtetë? Sa ato se dishin që ky është pejgamber dhe i komenton ëndrat me detajin më të vogël. Dhe ka marrë famë të madhe, që pastaj s'foli më asnjë aty u rrit pushteti absolut, kur mas 7 vjetësh, çdo gjë kishte mbaruar, shis po binte më, toka nuk nxirrte prodhim më. Edhe Jusufi ishte në atë suitën e vet, tani se ishte i pari, hyn mbreti dhe i thot kam uri. Zoti, mirë që bllokoi çdo gjë, po jipte njerëzve veçanërisht kishin më uri se sa. E ke parasysh për shembull dije me një vend që s'ke ushqim. Ha? Sikur të hahet. Po ta kesh aty nuk e han, është psikologjike dhe njerëzit sa filloi duke mos prodhuar më toka dhe sa filloi që s'po binte më shi, e kuptuan që fjala e Jusufit ishte e vërtetë dhe futet mbreti dhe i thot Jusuf, kam një merak, ma ushqim pa lidhje. Kjo është një nga shenjat, i thot mbreti nderuar. Kjo është një nga shenjat që koha ka filluar. Duke kalu koha që zbinte më shi dhe toka s'prodhonte, Jusufi alayhis salam, o Zot, se si e merrte famën dhe nuk fliste më njëri, po jo vetëm në Egjipt, pra jo vetëm në Amerikë, po në gjithë botën flitshin për një person gjigante, kur don Allahu më dhush, për një person të mrekullueshëm, për një person i cili ka komentu ëndrën dhe vetë tani po e menaxhon gjithë situatën dhe ka mendu aq thellë dhe aq bukur, sa ka mendu dhe për ne që si jemi pjesë e Egjiptit. Sa ai tha që se po t'i thoj që i shteti tjetër, do thotë këto s'ka në rregull. Ta magazinojmë që edhe populli i Egjiptit ketë ushqim, po të kenë edhe shtete tjera të cilat në këtë çështje janë të paditur. Pa mirësi. O vllai im, ai dikush e lavdëroi më shumë se të gjithë Jusufin. Shkon mend. Mbretja? Jo. Vllezërit e vet. Po jo Jusufin. Atë parin e Po se vdishin për pushtet. Se tani për çfarë i bën dëm vllajt vet? për shtet Jo, vëmendjen e babës. Jo, po ato toka që janë t'i gëzojmë ne për dynja pra. Dhe tani bisedë s'kishte tjetër. Është një me pushtet në Egjipt. Vetëm ai na ka në dorë. Ne do vdesim urije. Se filloi zbinte moshi, sprodonte më toka, ç'a do bësh vëlla, sprove madhe shumë. Dhe tani ajeti tjetër thot wa jaa, kishte filluar tani thacira. Vin vllai im 10 vet të mbaruar. A e hudhën pus. Qa thojshin, ne kemi trajtu këtu. E poshtrum Jusufin, a ishte kjo? Ky vazhdonte jetën, kishte jetë begatshme, nga herë sprov, me Zylejhan, me burgun, ishte kështu. Kurse ato thonin, e hoqëm këtë ne. Tham, as babën se fitun, as pendimin se bon. Vin 10 vet, sa këto ishin 10, Benjamini ishte 11, atë e mbante baba vet, se i kujtonte Jusufin edhe fëmia më i vogël. Jusufi kishte dhënë urdhër, kur të shikoni nga ky vend që vinë dhe janë 10 ose 11 dhe kërkojnë ushqim, do mi sillni mua në pallatin mbretëror. Vinë shkretët, thot u jaa ikhwatu Yusuf. Erdhën vëllezërit e Jusufit. Njerëz të vegjël, njerëz të cilët kishin ndërtu jetën me të keqe, keq kishin gjetë. Ky i nderuar i pejgamberi Zotit kishte bëu mirë, botën e drejtonte. Tani, si qa njeriu? Se di, po, ky pejgamber na del jashtë logjike gjithmonë me dash, si kishte përfill fare. Dakor, më harun, i kam harun. Me shku, me taku babën, nuk e lejonte Xhebrail Emini me urdhër të Zotit, se Jakubi do vazhdonte të sprovonte. Për vëllezërit me dash i kishte në vlecu. Me dashmi i dënu, thoshte, mi gjeni kur të vinë edhe mos i jep një ushqim. Jep një ushqim sa për babën, për shembull. Jo. Ne nuk e kuptojmë dot Jusufin më. E di pse? Se Zoti në Kur'an ka tregu për 2 zemra. Ka tregu për një zemër që është më e bardhë se bora. Ka tregu për një zemër që ka brenda mshirë të pakufishme, zemrat e pejgamberëve po flas vëlla.
ka tregu për një zemër të shëndosh si Ibrahimi a.s. idh ja'ahu rabbahu bi qalbin salim. Ju paraqit Zotit me zemër të shëndosh. Këto janë zemrat e mëdha, ne si kuptojmë do të. Tani janë edhe këto tjerë si kuptojmë. Janë disa zemra, thot Zoti në Kur'an, më të forta se guri. Zemrat e atij që vret. Zemrat e atij që vjedh. Zemra e atij që vetëm shan gjithë ditën. Zemra e atij që nuk i dhembi është zemra kur i bë keq tjetër. Këto janë dy zemra. Tani do thush, po mirë, më të paktën ti kishe në vlerësu vëllezër, nuk e bën dot i pejgamber këtë. Sepse e kanë zemrën me mëshirë shumë, me butësi të bardhë si bora. Për ne pejgamberi lusën e i bot zemrat tona të bardha si bora. Imagjinoj zemra e Zot e bardhë si shive çfarë përshkrimi se pejgamberi ka qenë lart shumë sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm zemrën na e bë si bora, po thoshte na e bë Kur'anin pranver të zemrave tona. I gjendur. Ne kur ti shpjegon kaq bukur, unë do doja ta kisha një zemër të tillë. Pra, realisht kështu do doja, po nuk e zbatoj dot. Të lutem, çfarë kemi thënë që në fillim? Kurani ky është. Jusufi ky është vëllezër, zgjidhlla, do bëhesh si vëllezër, do bëhemi si vëllezër, apo do bëhemi si Jusufi dhe Jakubi alayhi salam. Ti ku mes. Ai kemi të shpjeguar dha jetin mes. A tham, që ose të kujtohet që tham, shumica për nesh janë mes. I kanë përzi veprat e këqija me të mira. Por vëllezër motra, se po ja u them për kush e di sa të herë, në veprat e mira dhe të këqija jo në Ramazan. Valla jo në Ramazan. Në Ramazan zemra bardh si bora. Në Ramazan zemra si pranver. Mos lejoni askënd, as shok, as shoqë, as prindër, as një që t'ju fusin gjinaf e mos ta ndjeni aromën e mrekullueshme dhe devotshmërinë në Ramazan. Të paktën valla, ne jemi me zemra që drejtohen, jo bëhen si pejgamberët. Se gjatë ditës agjerim, tani agjerim s'do bësh gjinaf ose leje fare. Gjatë darkës do falësh teravih, do lexosh pak Kur'an, kjo është zemra e besimtarit që ka filluar rrugën, as krahasohet me pejgamberët, po ka filluar rrugën. Tani, pse si në mlecoj? Me dash dhe i dënonte. Arresojnë, i çojnë në burg. Pejgamberët kanë qenë tjetër. Ne nuk i kuptojmë shumë, për shkak se ato patën shansin ta shifshin me sy botën tjetër. Dhe ato kishin vetëm i merak. Ti godishe, ti shaje, ti ofendoje, se kishin problem. Një gjë kishin problem. Kur e shifshin tjetrin që s'është bë musliman. Nuk e imagjino dot valla. Çfarë njerëzish nga që i kishin pa gjëra dhe i kishte ardhur Xhebraili, i kishte sjell shpalljen, po ti shohësh gjithë pejgamberin ton, po i fali gjithë armiqtë vet pra. Që si kishte vëllezër, i kishte fisën e vet dhe popullin e vet Mekës dhe më lart, dhe në fund kur u fut Mekë triumfator Jusufi vetëm e udhën pus, aty ja kishin vrarë gjithë shumë njerëz të afërt, ja kishin vrarë shumë shok, xhajen e vet Hamzën, e kishin largu nga vendi, i kishin bërë shumë më shumë se sa Jusufi, dhe ai falin Mekë. Hapja zemrën po deshe, më të bardhë se bora. Pejgamberi ton, Muhammed Mustafa, se edhe Pires, është shumë e bukur që atë që ka po Jusufi, pejgamberi jonë ka dash shumë surën Jusuf. Edhe e kanë ndjek shumë për ne, themon, neve jemi në sprofta, do ndjekim Jusufit, apo do ndjekim vëllezërit hasha lillah. Dhe i thot, mi sillni kur të vinë, se ku do shkojshin? Ku do shkonin? Gjithë vendet përreth ishin bë fukari. Gjithë vendet përreth a di çfarë bonin? Nxirrnin lekët se s'kishin për të ngrënë dhe u shtrejtu shumë të merrshin një thes me drith i bonte lek të madh me zore bleje dhe shkojnë në Egjipt dhe i njohin rojet e Jusufit alayhis salam. E lajmërojnë, u emocionu sa i donte vëllezërit e vet. Kurse ato 9 prej tyre doshin me vra. Edhe i than, shive tani, wa jaa ikhwatu Yusuf. Kur i than ato shërbëtorët, apo po themi policët, ato që i shoqëruan, i than këto vëlla. Ç'lidhje? Se ishin të vegjël shumë tashmë. Ç'lidhje kemi ne me të madhin e Egjiptit? Ato ishin zgjudhë, se tani shi ç'a ndodh. Bab na e lën neve Jusufin, se do lozim shkretir. Dhe e rahën e udhën pus. Ishte kështu? U kthyn tu bosit zgjut. Bab, ja ku e ke këmishën se e kanë ngrënë ujkut. Ai ishte tu tall me babën e vet, tu qajt, me qajt me tëreshme thot. A, kështu është. Nuk duhet muslimani të jetë naiv. Sura Jusuf, a di çfarë të mëson? Që po je muslimani vërtet, do të jesh më i zgjuar se të tjerët. Që të bëjnë si lojtar dhe të bëjnë sikur po ta hedhin. Dhe këtu fillon loja e Jusufit alayhis salam. Kishte ardhur dita.
Ato, a bon si zjut, dhe Jusufi kishte i mirakulla. Se po zjatemi, po nuk mundem dot vëlla ta vazhdoj. Jo, po ka argumente shumë forte. Po nuk mundem dot, s'është realitet tjetër. Jusufi a di për çfarë i thiri? Shkon mend. Pse i thiri me i taku vet? Me i pa. A janë penduar? A kanë kthyer? Edhe malli e kishte marr, sa i e kalonte inatin për një herë, si tha pejgamberi jon, njerëz mirë janë ato që gëzimi i zjat, inati i kanë shpejt. Përveç i kishte marr malli, ti shikonte, plus që donte me i pyet për babën dhe Benjaminin, por mbi të gjitha donte me i pa që a janë penduar. Mos ndoshta boni gabim vetëm me mos e lejohet kjo në Islam. Për shembull, një njeri, siç mësimi i Islam. Një njeri është pozitiv, po është fiksu me ty. ata zbresim realitet. Shive ka dy lloj njerëzish problematik. Është një që është i mirë me të gjithë, po ti mund të kesh një çik famë në gjë dhe është fiksu me ty të ka inat. Gjithë njerëzit i don. Shive. Aty e ka sprovën. S'ka problem, po jo ti si duhet sillesh, sa ju kuptu. Ka i sprovoj, edhe ne mund të kemi. Ti duhet ta vlerësosh atë pafund për mirësitë që ka. Dhe duhet ja falësh atë që ka për ty, se njeriu është ai. Imam Ahmed ibn Hanbal e ka bërë. Ishte mësim dhe i tha ku ishin nxënësvet vet? Që veç çan niveli tani, po flasim për zemra të pastra. Shumë i lartë. Tha, ku ishit? I than ato, si më thon, ke filani, dietar, që ai dietar nuk e donte fare Imam Ahmed ibn Hanbal, një nga dietarët e mëdhenj të umetit islam. Dhe i thot, sa njeriu mirë është ai. Se me vërtet ishte me dije, shpërndante lëndën e pejgamberit, traditën profetike, hafiz Kurani, njeri i lartë. Ishte sprovu me Ahmed ibn Hanbal. Kur vite puna ke këtu, s'bën ai, leja të mos shkoni aty me mësim, le se ai bën pralla. Qenë të fjalë, dhe ky e dinte. Po ky dinte, sa të zgjut kanë qenë. Domethënë gabimet fillojnë kur ne dashurojmë më shumë se ç'duhet veten. Pra do bie ishte shumë e madhe. Po do bie shumë e madhe. Se me që thot i fjalë për ty nuk ka si vlerë më aje. Ne tani na ka bërë sebeb i madh i Zot me shëru 300 ca fëmijë. E sa jetime, sa gjëra që janë bëri visi i gabim. As bën ky mo. Se ky duhet jetë engjëll, e kupton si është filozofia? Dhe ai i pyeti, tha çfarë si e morët, sa mirë e jep. Dhe njerëz durojnë ato. Tha o dietar i ndershëm. Tani a ka mundësi mos vazhdosh mos ai nuk la fjalë pa fol për ty. Edhe ky buzëqeshi dëgjoi tha, për Zotin fjalët që thash për atë janë të vërteta, pa ai është sprovuar me mua. A kupton? Dhe Jusufi alayhis salam e kuptonte tani nëse ato ta kishin inatin vetëm me Jusufin, s'ka problem. Dhe i përqafote që aty do thotë shkoni lajmëroni babën, mbaronte historia këtu. Dhe i thiri. Ato të shkretët kishin dash me vra ato të vegjël. Kishin dash me shtyp vllajën e vet, kishin mashtruar babën e vet, kishin kaluar shumë vite, babai i mërzit ato si thoshin që është gjallë. Edhe kishin përfunduar tani s'kishin bukë për të hëngur. Dhe i del fati se kuptojshin çfarë shansi kanë ato që duam ne të hyshin pallat mbretëror, nga fshati vetëm hapshin sy të pa bukuritë të mbaruar. Si i tha Xhebraili, qofse të kujtohet kur avodhën pus, direkte ra dhe e gjeti dritën këtu. Në formë drite Xhebraili mini, tha mos u mërzit. Do t'i lajmërosh ti për këtë që ka ndodhur, ato zot njohin ty. Subhanallah. Jusufi me atë të mbretit, vesh perfekt. I bukur pa fund, se këtu kishte humbur bukuria nga gjinafet, se këto ishin ngeni i bukur. Ibrahimi alayhis salam ka qenë shumë i bukur. Sara, femra më e bukur në botë. Sara bashortja vet, femra më e bukur në botë. Pejgamberi rrjedh nga Ismaili, pra nga geni. Edhe këto ishin bukur, po ishin shëmtuar nga gjinafet. Tani ishin shëmtuar fare se s'kishin as bukur të ngrënë. Dhe hyn. Jusufi alayhis salam si tham Allah filloi t'i testoj. Kur i tham pse po na sjell këtu, shpun kemi ne dhe u dridhshin nga emocionet, njëri nga ato se ke pra kishte hyrë lojë tani situata. Kishte bosi i zgjut deri këtu, ka mbaruar loja. Tani ke hyrë lojë vet. Si ta bësh ashtu do e gjesh. Dhe ai seriozisht, i kem dorë tani, ato s'kan bukë për të ngrënë më. Po nëse s'do i jepte ushqim Jusufi, ato do vdishin rrugës. Edhe familjet e veta gjithashtu. Deri këtu e çoi Allahu pozicionin e këtij pejgamberit madh. Dhe i thot ky që e shoqëron dhe tha dëgjoni. Juve kur hyt këtë dyert ishin 4 dyert që hyshe në Egjipt. Ju kanë marrë thos për të dyshuar. Të merr. Po nuk e ke iden me kësaj situata në dorë.
Prandaj them, qut janë muslimanë dhe muslimanet. Se edhe realisht do ta kesh mendjen e kristalit, sepse e ushqen vetëm me të mirë. Dhe do t'ju provoj veti pari dhe i madhi. I futi të dridhmet dhe pse ja bën këtë? Që kur t'i pyeste Jusufi a.s. për çdo gjë mos të gënjeshin nëse e kishin zakon me gënjy. Gënje Jusufin, hajde se do lozim bashkë hudh në pus. Shkoke baba tu qajt pa lidhje, tu e mashtru sikur ka vdek, sikur e ngër. E kishin dëshirë, pasion madh me gënjy edhe kot. Në Jusufi i njifte. Tani tha, po t'ja bëj kështu që t'ja shtrëngoj, ato po gënjyn për një gjë t'arrestojnë. A është kështu, sepse je i dyshuar tashmë. Dhe filloi të pyesi. Ç'a ndodhi vëlla? Që i erdhi shumë keq Jusufit a.s. I pyeti nga vini, nga filan vend. Kush është baba juaj? E kështë e marrë malli. Tha, ne kemi babën tashmë pak të vjetër. Qa bën baba juaj? Po jo, baba jon kishin turp me thonë që o pejgamber. Që parasysh në një musliman i çuditshëm që i vjet turp me thonë që është agjërushëm. E kështu. Besoj që ka një në qellën tokë, pa lidhje, valla, i krenar më bukur. Se po thu që besoj atë që më dha jetë, që më dha 36.000 miliard qeliza që më krijoi. Për shembull, në Australi, valla, ishte bërë një zemër artificiale. Dhe ishte gjë e bukur sepse njëri ishte duke vdek. E kishin bërë zemrën artificiale, ja kishin shtyr 100 ditë derisa gjetën një zemër për t'i bërë transplant. Gjë e bukur shumë. Është e bukur apo jo? Shumë. E bukur, a? Shumë e bukur. Po 8 miliard zemra që i ka kriju i mallnushmi origjinal. Është e bukur apo shumë tut? Jo, kjo është më madhe. Po krenar atëherë. Pse më qifesh? Arritje madhe shkencore, një zemër artificiale 100 ditë nga Australia ishte zotëria. Ja bën transplantin mas 100 ditësh është gjallë. Zemër artificiale, po jo jetë gjatë. Pra derisa të gjeshin zemrën nga një person që e dhuron. Dakor? A është gjë e madhe pyet të gjithë? A është këmsa? Po mirë, ky mallnushmi që i boni 8 miliard origjinal. Dhe që prapë atë donacionit zemrë da mosh prapë po nga i mallnushmi. Po origjinal. Se 100 ditë shtyve me artificiale. Po edhe artificiale kur të bëhet, se do bëhet. Ti e di që unë jam i apasionuar mas shkencës. Do bëhet, po kjo e të mallnushmit do imitohet. Prap dituria të mallnushmit është. Po çfarëdo që bën njeriu i shkot madhit Zot. Por dhe kur të bëhet do imitohet ajo që është origjinale e Zotit gjithësisht. Siç bëhet me avionat imitohen Zotit të gjitha komplet. Tani i pyeti. Tha, si është çështja me babain? Edhe ato fillon të tregojnë. Babai është i mërzitur. Po pse thash i mërzitur babai? Mendoj që do i thonë se kemi bërë një gabim, jo. A di pse është i mërzit babai, than, kemi pas i vllane. Shish. Po, dolin shkëtirë në ongri ujku, ishte i mbarum. Pra, smira dhe zilia, than të vrasim Jusufin bëjmë njërës mirë. Jo, s'kishte lidhje. Ishin po i soj. S'ishin pendu. Jo, s'ishin pendu, po e trajtun një vllat vogël një që e kishin bela si smundje, si virus. Akoma se kishin harru. Nga që ishte i vogël, po kështu të udridh nga emocione, nga që ishte i vogël o i madhi i Egjiptit, edhe se di kishin kusho, si kishte thonë Xhebraili, ti do i njohësh ato si të vegjël që do jenë, ato s'njohin dot ty si je shumë lart. Po shifshin kështu, ai i vogël si virus, kështu doli shkëtir edhe babai i mërzit. Po pse çka ka i tha? Po më thon drejtën, i rin me ëndja aty, ka pas pretendime shumë para të fëmijë. Se ç'fiksohet baba ke fëmia vogël? Kto. E pa që këto s'ishin pendu. Atëherë vendosi që loja do të vazhdoj. Qa keni tjetër i tha? Edhe i falte qik më tonë, se këshim frikë ato qëket. Keni në i vlla tjetër në i gjë? Skutsojshin me gënjy. Po tha kemi një vlla të vogël, Benjamin quhet. Po baba nuk e lën sepse jo tha, mos më gënjeni mua. Këtë radhë do t'ju jap ushqim. Herës tjetër kur të vini, se atëherë i pe ushqim vetëm për një muaj. Pra, nuk kishte ushqim masiv, kishte ushqim vetëm për një muaj. Do ushqeshin me atë, pastaj vinin merrshin tjetrën, se çdo gjë bëhej me racion. Po si bën të leku madh, se mbreti kishte vendosur çdo gjë të shitet. Dhe i tha, herës tjetër kur të vini, do më vini me vllajin tjetër ose mos shkelni në Egjipt më, se që keni gënjeshtar, kishte ishte vetë. Dhe ato, okej, dakord,
sepse për ushqim ishte shumë merak. Edhe menduan që do t'ja mushi mendjen babës, po prit, si t'ja mushi mendjen babës, siç ja mushi për Jusufin, se i futi vetë sprov Jusufi. Edhe i tha, shkoni, po do vini me gjithë vllajën e juaj kur të keni nevojë për ushqim. E ç'a i bëri? I pa më të vegjël se kur. Po kur them të vegjël fare. Tani, ç'a do t'i them vëllezër e motra që na ndjekin? Vlla dhe motër s'ke kohë me hum. Do marrim nga e mira e të shkojmë si Jusufi, kuptimin e mirë, apo do marrim si vëllezërit e Jusufit dhe vetëm poshtë. Duhet me zgjedh. Ky është kuptimi i surës Jusuf. Ç'a i bëri? I pa që mendja ku e kishin? Ushqim, lek, i madhi i Egjiptit. Kaq ishte jeta aty. Siç është shumicës njerëzve sot. A kemi në i lek? Ka në i lek? Ku o leku? Gjithë to që bëjnë kështu s'ka në si lek. Një filonin. Një filonin që ka lek. Ka lek, ky ka pushtet, Ore, bohu i padukshëm ulu në për kafe në për vende. Gjithë mua bet lekësh. Asnjë s'ka lek. Vetëm humbin kohën. Ky është problemi. Kurse, kur jenë rrugë në të madhit, Zot e menaxhon ai. Ti do bësh sebebet. Të vjen ai sa duhet që mos të shkatërroj. Po të kesh dijen, kapacitetin, nivelin e Jusufit, si Jusufit hapet. Nëse se ke, do t'japi ai sa ti je i mundshëm mos shkatërrohesh. Se tani një me drejt na pyet neve. Pse s'u bora unë si Jusufi, po se ke pra dijen e Jusufit, me zona që pushet se kështu Jusufi, pa dijen e Jusufit shkatërrohesh. Se hutohesh me jetën e kësaj bote. Lerja Zotit, bo se bebet, dhe ai e din çfarë faze, pozicioni dhe niveli të vendos ty në jetë që mos shkatërrohesh dhe të fitosh xhenetin. Ç'a bori? Ke thaset me drith, se ato boni gjolla. I tha Jusufi, a keni lek ju me blekte? Nga s'bom të ke... Ka e që do të... Ka e që ato e kishin... E kemi në një formulë. Dhe s'pa e themi. Jo, s'pa e themi. Dhe i thot, a keni lek? Pak lek! Ke parë ku bona një kështu që ka prasë më dhej. Pak lek, po ç'a të bëjmë këto tablet? Pa që këto për ato lek i disin, edhe i tha atyre kur t'ja mushnin thasët, vendosja një lekun në këthesët. Që të kenë për të ardhur herës tjetër, se mendoj se s'kan më shumë, sa bëjshin si fukarej të mëdhej. Fëmijë pejgamberi bëjshin si fukarej, bëjshin si të përulur, bëjshin si të mbarum. Kurse ai që eci drejt, fëmia pejgamberit ishte i pari botës tani. Edhe ikin. Shkojnë takojnë babën, se tani ç'a bën Jusufi alayhis salam? Për të lajmëruar babën, nuk e lejonte Xhebrail Amini për të shkuar sprova, ai sa do të i madhi Zot. Kurse vëllezërit i futin sprov me mendimin që inshallah pendohen. Ai tip si ja kërkoi Benjaminin? Për dy gjëra. E para, e kishte marrë malli, ato lëndishin gjithmonë të vegjël bashkë njëri tjetër, ishin rrit bashkë, se ishin afërsisht i mosh. E kishte marrë malli shumë. E dyta, do të më pyet për babën se këto si pyetje do të shumë se binte në sy. Dhe më kryesorja ishte që kur të shkojshin me ja kërku Jakupit Benjaminin, dakord? Që kujtohet Jusufi. Që me shpresën mos po pendohen. Dhe kthehen këto. Thotë, domethënë ajetet që i përmenëm ne, thotë vendosja një lekët, vendosja një lekët që ato t'jenë qetë dhe të kthehen prapë se ndoshta s'kan për të ardhur për të ble. Sa u kthyn thotë ke babai i tyre, tha, baba, na është pengu ushqimi. M'duket se do vdesin. Ishin të vegjël shumë. Jakubi alayhis salam tu madhëru Zotin gjigant. Ç'a keni më bijtë e mi tha. Imagjino, nuk jam mbante inatin. Jusufin e kishte këtu peng zemër, e ditë që ja kanë bëu këto, po s'do të mi hum nga Islami, dhe ai sa të majshin të majshin. Tha pse u bijtë e mi? Po sepse na ka kërkuar tani që ne çojmë dhe Benjaminin. Do na japësh? Se shive çai thënë. Shive vëlla, si filloi të u përsërit e kaluara. Than, o baba jon, na jep vllajin ton Benjaminin, se ne do ta ruajmë atë. O inna lahu la hafidhun. Njëjtën shprehje kishin përdorur për Jusufin. A than, dalim shkretir, hafidhun do ta ruajmë. Dhe këtu për i tha Jakubi alayhis salam. Do ta ruani siç e ruajtët birin tim më parë shumë Jusufin. Dhe nuk i lejojnë fillim. Tani shkun familjet e vet, gjithë secili kishte thesin. Hapën thesin valla. E para ushqim se ishin dhe të rritur fëmijët e këto, kur i nodhi i që se kishin parashiku, shohin lekët brenda valla. Një talon thesin, një të marrë lekët, dhe sikur i thiri me mesazh dikush, pa i thon njëri tjetrit, gjithë ke babi, ke Jakubi alayhis salam,
Bab, shikoje që është bo, ne i morëm drithin, na ka kthy lekët, do ikim se zbo prap ne, se nes na merr lekaj, vetë vide Benjamini, kemi dhe i deve më shumë me ushqime, e mbytën Jakubin alayhis salam sa pan lekët. Kjo kështë qenë dhe qëllimi që Jusufi alayhis salam i kishte dhënë atyre lekë sepse e pa se ç'a niveli kanë. Ç'a i thot Jakubi alayhis salam? Edhe pak thot nuk e lej të vi me ju. Dhe ngelën, vetë se me i kusht, që e pejgamberi Zotit, se muslimani po edhe fjalën ftes e nuk e thynë atë. A janë musliman gjithë shumë, pa jo se ke musliman sot dush, thot tani e të rrenë, nesër të bon, po themi, qa është islami real, tha, unë ju lej juve me marrë Benjaminin me i kusht, mi jepni fjalën e Zotit, besën e të madhit Zot që ju se leni mbalë vllajën e ju si që lat Jusufi. Dhe japim fjalën. Dhe japim fjalën që ne do të arrujmë atë me jetën tonë. Dhe këtu e pa Jakubi që janë sinqerta, vetëm qofse ju ndodh diçka që ju jeni të fuqishëm për ta bërë atë, se mund dilte ju ushtri që mund i vriste. Pra po flitse për një gjë të cilën ju keni mundësi ta bëni, se me Jusufin se keni ruajt amanetin. Dhe mbasi i mbaroi ushqimi nisën prapë, dhe me këtë do ta mbyllim, se është e bukur shumë. Shkojnë edhe Benjamini. Jakubi alayhis salam pa e ditë i thanë këto që o bab, a ty që ishte i madhi e Egjiptit apo jo? Ishte i bukur, madhështor, po ishte njëri i mirë shumë, na priti vetë, si që kështë tipi Jusufi, ishte respektues. Imagjino sa sadaka bona dha lekët neve. Se si të vegjit ishin, no, pa jemi ne i farë njerëz sa ke parasysh na vlerësoja se na pa kush jemi ne, ke parasysh njerëz që lavdrohen kot. Thot Zoti Kur'an duan të lavdrohen për atë që se kanë bë. Në Islam s'lejohet më u lavdru për atë që e ke bërë. Dhe u nis. Jakubi alayhis salam i jepi letër. La ilaha illallah. Qa tham? Se ka përmend asnjëherë Zoti me cilësi të pejgamberit dhe se ka përmend si pejgamber, e ka përmend si bab. Dhe i nis të madhit të Egjiptit, pa e ditë kush është që është djali vet, i nisi letër si bab. Subhanallah. Po, për fëmijët se i vinte keq. Mos po kanë përsi, i thanë ato dyshum për ne baba. Tha dëgjoni, kur të hynin ishin 4 dyert të Egjiptit. Kur të hyni, mos hyni 11, se tani ishte dhe Benjamini, nga i derë. Futuni në për dyert ndryshme. Nga 3. Kupton? Edhe më çështje mësyshje. Dhe ka 2 kuptime thojnë dietarë. Ato ishin me vërtet pashëm, po tani kishin ra. Dhe thot, po të ishin 11, kishte 2 probleme. Dhe syri, po edhe në të njëjtën kohë mund bishin sy. Ndahuni, mos vinin sy. Dhe e dyta i letër. Ka do t'ja jepni të madhit e Egjiptit. Pejgamber, po ja çoj, tha, po mbështetëm Zotit, pa e ditë kush është i madhi i Egjiptit. Dhe ato shkojnë të përulur. O, i madhi i Egjiptit, ta kemi si edhe vllai, ne jemi të sinqert, ne jemi të mirë. Mos na pare gjyko, ti je sadaka dhënës, aty e kishin ke leku, ti jep sadaka se do ishin tani, ti u shi synimi, iku Benjamini, inshallah s'po na merr lek prap. Po aty synonin. Dhe i thojnë, babi jon, të ka sjellë letër. La ilaha illallah. Qa malli kishte Jusufi, këto e kishin nda nga baba vet. Merr letrën. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit gjithësisë, më mëshiruesit të gjithë mëshirshmit. Nga Jakubi, pejgamberi Allahut, i biri Ishakut, nipi i Ibrahimit dashmit Zotit, të dërgoj selamet ngrota për respektin që mi ke bërë pivet mi. Bashkë me to, këtë radhë të kam dërguar dhe më të voglin që e dua shumë, sepse një që e kisha kurore në zemrës time, dhe ëmbëlsinë e shpirtit tim, kam kohë që nuk e shoh, dhe më ka marrë malli për ta ndier erën e tij. Lotët, para të gjithëve lotët Jusufit. E lën letrën dhe ikën. Merr veten, mledh veten dhe futet, thotë më falni, po për të vjetrit kam shumë respekt, prandaj më rodhen lotët. Era parë mas shumë vitesh, i vjen i letër nga baba. Po fjalë,
Dhe përmendet e vetë Jusufi. Ata e pan kështu se ishin ato të zgjut. Thanë gjithë to lot fillon dyshimet e parë. Dhe çka kishte bërë? I kishte ftu dhe i kishte shtruar një gosti. Dhe tani ishin 11 vet. Benjamin ishte gjithmonë si Jusufi, e leshin anash, nuk e respektonin, nuk e donin. Dhe i bën një drek të mirë. Ishte ushqimi që e madhe atëherë, po ja shtron shumë dhe i thot: "Tavolinat ju i shikoni, uluni 2 nga 2." Ulën ato 2 nga 2, njëli Benjaminin ka. Edhe ishën tavolinën e madhe vetë. Tha: "O Benjamin, unë sa jam vetëm. A vjen ti ne të drekojmë bashkë?" Ai shkreti me turp, shumë i mirë, ai si Jusufi alayhis salam. Shkon dhe ulet. I thot: "Po pse ngele vetëm?" Shikoj, pse ngele vetëm? Po i thot: "Ç'a të bëj? Unë se kam vllajin që kam pas që kam blos gjithë jetën, la ilaha illallah. Mungesa vllajt për vllaj. Po unë se kam vllajin, tha. Ato janë vëllezër që rrinë më shumë me njëri tjetrin. Kurse mua vllaj që e kam dash shumë, kam los gjithë jetën i vogël, to thojnë sa që e kanë ngrënë ujku." Unë mendoj jo, tha. La ilaha, unë mendoj jo, tha. Si historia që kërjer shkatë dhe si historia kontimon të Kristus që rikthehet. Po këtu e kanë marrë besoj. Po këtu e kanë marrë. Po ke Jusufi janë rrotulluar gjithë bota. Po s'port fjalë. Gjithë bota është mendoj kësaj historie. Po pse i tha te vllajin e vogël të ka marrë malli ty për të? E shumë, tha. Babai dhe unë gjithmonë e kujtojmë atë, tha me lot në sy. Po mirë, i tha Jusufi. Po mirë, i tha, ai shumë sa e donke, po ta kishe afër dhe e njihje. Si tha po ta kishe, tani po i flisë i madhi i Egjiptës, ky s'po kupton të gjë. Pse ju nuk keni konfidencë me mua, ka gjithë punët e botës të ushqy botën. Si tha me qenë këtu? Ai ke vllai. Dhe ka pas Jusufi një lishan këtu, kur ja pa. E i tha, vllai ime ka pas një lishan, shumë kujtohet kur lodhsim drekën. Tha, qofse do ishte këtu ai njëhi apo jo? Po ku ti kemi shumë vite që jemi, se kishin kaluar shumë vite tani. Po ti shikoj herë, tha. Shikonte asnjë se ai vite për shtype. Edhe u fokusu ke Jusufi ishin afër. Ato vazhdojnë aty e thonin, sa u ngrit Benjamini që ishte të ulmet parë në Egjiptit. Pse s'naftoi neve ai? 2 botë, varet si e merr. O do shkosh lart, o shko poshtë, nuk dihet se deri ku. Imagjino qa edukate këtu, qa niveli këtu, s'kishin bo pa drejtësi, këto kishin bo 1000 izullume, po këto u mërshim në fjalë. Ato flishin tema tjera, ja ky është niveli. Dhe i Po thot, të ishin poshtë ishin këtë tasi pilaf. ishin të kraj shumë që bajshin bukë. Në pilaf që buk. Po, dhe i thot, ai është këtu. Ti gjeje, tha kush është. Po zemra, vetëm i tha me i kusht, s'do japësh veten, s'do lëvizësh fare. Edhe ai shikonte, nuk po më shikoj vetëm kur shikon dhe shenjën këtu. Edhe ja kthen gjuhën e nanës. Thot Kurani i ka thënë, ana huk, unë jam vllai jot. Allahu akbar. Fela tebteis bima kanu yafalun. Ti mos u mërzit, tha, për atë që kanë bërë vëllezërit ndaj meje. Edhe tani ato shikonin, këto ishin, ata ishte në tryezën e mbretit, qanin si fëmijët e ty. Benjamin tha mos e hip veten, se ne do punojmë që vëllezërit të pendohen, të besojnë siç duhet, e ta fitojnë xhenetin. Kjo ishte synimi. Subhanallah. Edhe jo që se mbarum sot, po më duket bezore fillum. Kështu që s'kemi çfarë të bëjmë më. Për zotin se vazhdoj çdo në formë tjetër, se me njetë e kisha menduar që do e mbyllim, por se mbyll dot. Kështu që inshallah do Zoti do ta trajtojmë këtë temë. Jo, nuk kemi mundësi. Inshallah na ka qytet Zoti për sa. Allah të shpërblef me xhenet. Amin. E di që njerëzit domethënë nuk do donin që kjo historia të mbyllte këtu, por dhe ne duam të falim sabahun dhe ne kemi pjesën e adhurimit. Megjithëse janë 3200 sa vet në 1600, 1500, 1600 janë në Facebook. Kanë shkruar gjithë selamet nga gjithë bota si gjithmonë. Zoti i shpërblef, Zoti. Edhe besoj domethënë që
pjesën e katërt të Jusufit. Inshallah po e mbyllim. Inshallah dash Zoti po e mbyllim. Kjo ka qenë një mesazh më pëlqen. Na kënaqet sot, inshallah Zoti. Ashtu ka pas Facebooku, ka pas Facebooku. Jo, kjo është qëllimi, inshallah Zoti na kënaq duke e përmend madhështinë e tij se njerëzit zakonisht kënaqen me gjëra të kota. Inshallah Zoti na e bën Allahu begatoft me të mirat e tij në këtë dynja dhe në ahiret se na kënaqet me këto histori dhe na shpërndani dije. Allah të shpërbleft vëlla Elvis se na ke kënaq me histori kaq të bukura. Inshallah. Do të thënë ka pafundësisht njerëz edhe neve këtu po e mbyllim. Patjetër. Edhe podcastin për sot. Shpresoj që takohemi nesër. Dash Zoti mod në podcastin e radhës ku do të përmbyllim me shpresë të madhe të Zot historinë e Jusufit. Besoj vëllezërit e kupton edhe motrat që jemi live, Po live se i lexova gjitha. Okay. Edhe Dakor. Jo, live, i lexova 2-3 mesazhe sa për të thënë me kuptuar që jemi live, po na futa aq thellë në histori sa nuk pata kohë të kthesha të shikoja pjesën e komenteve dhe të gjitha. Zoti i beqatoft. Allahu ju ruaj të gjithëve. Amin. Nesër mos harroni. Prapë për sabat do të jemi tek pjesa e syfyrit. Ku do të flasim për historinë e fundit, ato momentet më të bukura, si do të veprohet me vëllezërit e Jusufit, me Jusufin. Njoftë vetëm me vllas, s'është njoftë me vëllezërit, s'është njoftë me babën akoma. Dhe me babën. Dhe ai momenti i takimit me babën, lut Zotin që ti mbajmë lotët se vërtet është një nga takimet më emocionuese. Selam aleikum, agjerim të letet pranuar, shifemi podcastin e radhës. Allahu ju ruaj juve dhe gjithë muslimanët në botë. Amin.